Mbledhja e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore u shoqërua me tensione dhe përplasje mes përfaqësuesve të opozitës dhe mazhorancës. Shkak për debatin u bë kërkesa e opozitës që në sallë të ishte kreu i Policisë së Shtetit Skënder Rita dhe jo zëvendës drejtori Sokol Bizhga. Mua nuk më duket se është një nga ato raste ku drejtori i përgjithshëm i policisë mund ta delegoj prezencën e tij në një mbledhje kaq të rëndësishme. Këtu nuk është thirrur zëvendës drejtori apo një njerëz me eksperiencë që ka ne kemi thirrur këtu institucionin. Unë nuk besoj se zëvendës drejtori i përgjithshëm, cili do qoftë ai, është personi i duhur për t'u përgjigjur interesit të këtij komisioni dhe për t'u përballur me rëndësinë që ka. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë që kemi përballë është një drejtues që ka kohë në atë institucion. Dhe nuk besoj se i s'ka një uri, pasi unë e njoh ndër vite, e kam parë si figurë publike, unë dikur kam pas punuar në Ministrinë e Brendshme para shumë vite, që në atë kohë mbaj mend zotrin që ka qenë një nga drejtuesit e policisë, dhe ai ka ardhur dhe në rolin e një tekniku, pra një njohësi të problemit, një njeriu që ka koordinuar procesin e rolit të policisë në zgjedhje, dhe ku ka më mirë se sa një profesionist dhe një njeri që është numri 2 i atij institucioni që njeh thelbin e problemit, të mund na japim mendime se çka mund përmirësojmë. Të kishte ardhur drejtori i përgjithshëm i policisë dhe ju të ishit aty në krah. Duhet vinë krerët, nëse ai është i pa zoti që të përballet në një komision parlamentar, atëherë ta heqin ato, të vijeni juve dhe hajdeni juve në emër të policisë së shtetit. Diskutimet u bashkallëzuan pas ndërhyrjes së bashkëkryetarit të komisionit Damian Gjiknuri, i cili në një moment debati me deputeten demokrate Albana Vokshi përdori termin e dashur, shkasolli reagimin e menjëhershëm dhe të ashpër të kësaj të fundit. Jeta nuk është bardhë e zgjedhë dashur. Unë kur t'jap një përgjigje, t'jap për diapazon më të gjerë, për gjetur vetër. Po mirë më zonj. Ashtu, mua e dashur mos më thuaj. Jo pra jo, mos më thuaj mua e dashur, e para. Po çfarë them, dashur armik. Jo, jam këtu antare komisionit e para. E dyta, ajo që kërkoj mos respekt për komisionin e reformës zgjedhore. Kaq. Respekt. Nuk e caktojnë ato. Standardoj dhe jetën tënde. Sa bëhet me ngjyra jetë. Unë them, unë të dhash, po të lutem edhe çesë tash. Si ti mos u merr me jetën time personale private se nuk e ke, nuk ka vënë aty njeri që të merresh me mua. Po ta bëj me ngjyra. Nuk e bëj personale, mos e bëj. Të lutem sepse je mësuar që ta sfumosh rëndësinë e çështjes me to batuta kote. Mos e bëj. E bëre herë tjetër mos e bëj më. Jo me batuta. Bëu serioz. Po batuta të tensionoj. Bashkëkryetari tjetër i këtij komisioni kërkoi shtyrjen e mbledhjes me qëllim që i pranishëm në dëgjesti e tita. Kërkesë u pranua nga deputetët e mazhorancës.